Shqipëria renditet në krye të vendeve të Evropës juglindore për transformimin politik dhe qeverisjen, sipas indeksit të transformimit të Bertelsmann Stiftung, një nga matësit ndërkombëtar për cilësinë e demokracisë, performancën ekonomike dhe efektivitetin e qeverisjes. Kryeministri Edi Rama ndau raportin në rrjetet sociale, duke cilësuar si një vlerësim domethënës për ecurinë e reformave në vend. Sipas raportit, Shqipëria zë vendin e parë në rajon për transformimin politik me 7,70 pikë, duke lënë pas Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi. Lista vijon më tej me Kosovën, Bosnjë-Hercegovinën dhe Serbinë. Ky tregues lidhet me zhvillimin e institucioneve demokratike, funksionimin e shtetit të së drejtës dhe pjesëmarrjen politike. Edhe në aspektin e qeverisjes, Shqipëria kryeson me 6,71 pikë, duke u renditur mbi të gjitha vendet e tjera të rajonit. Ky tregues vlerëson kapacitetin e institucioneve për të hartuar dhe zbatuar politika efektive, si dhe nivelin e përgjegjshmërisë dhe transparencës në drejtim, ndërsa në transformimin ekonomik, Shqipëria renditet e treta me 7,11 pikë, pas Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut, por përpara Serbisë, Bosnjë-Hercegovinës dhe Kosovës. Ky komponent mat funksionimin e ekonomisë së tregut, stabilitetin makroekonomik dhe klimën e biznesit. Indeksi BTI-s përfshin 137 vende dhe bazohet në analiza të detajuara të përgatitura nga rreth 300 ekspertë nga universitete dhe qendra kërkimore në mbi 120 vende të botës. Vlerësimi mbështetet në mira faqe raportesh dhe konsiderohet një nga instrumentet më gjithëpërfshirëse për analizimin e proceseve të transformimit politik dhe ekonomik. Edicioni i fundit mbulon periudhën nga 1 shkurti 2023 deri më 31 janar 2025, duke ofruar një panoramë të përditësuar mbi zhvillimet në Shqipëri dhe në rajon.